Këshilli i Qarkut Kukës ka diskutuar projektvendimin për miratimin e fazës përfundimtare të buxhetit afatmesëm 2026-2028 dhe buxhetin e vitit 2026 me anë të cilit do të mbështeten disa projekte infrastrukturore, por edhe projekte që synojnë mbështetjen e promovimit të turizmit rajonal në të gjithë qarkun e Kukësit. Bazuar në ligjin 139/2015 me datën 17/12/2015 për qeverisjen vendore, organizojmë mbledhjen e fundvitit. Me këtë mbledhje do të diskutojmë mbi gjitha çështjet që ju tashmë jeni ndjeni sipas rendit ditës dhe sipas çështjeve që kemi në vazhdimsi. Me këtë mbledhje është pikërisht dhe buxheti për vitin 2026. Është dhe miratimi i fazës përfundimtare e programit buxhetor dihet, po miratimi i rregullores së administratës së Këshillit të Qarkut, miratimi i kalendarit për projekt buxhetin afatmesëm PBA 2027-2029, miratimi i planit veprimit për menaxhimin financiar dhe kontrollin për vitin 2026. Vendimet e miratura gjatë mbledhjes nga Këshilli i Qarkut janë një hap i rëndësishëm drejt realizimit të projekteve të shumta, të cilat do të kontribuojnë në rritjen e cilësisë së jetesës për qytetarët e tre bashkive dhe zhvillimin e infrastrukturës dhe kulturës në rajon.